Do të pyes edhe për një çështje që është pak temë dite këtu në, si thua, jo në Shqipëri, por sa herë që vjen kjo stina e nxehtë. Këto temperaturat e larta, zë Ndolenberg, na krijojnë një diskomfort me organizmin, po themi 40 gradë e sipër, gati 40 gradë. Si ndikojnë këto temperaturat tek trupi, po edhe te mendja në fakt? Kemi një, po themi, disa sugjerime apo një formë, një informacion pak utilitar, meqense jemi në këtë, kemi hyrë edhe në Shqipëri në këto temperatura shumë të larta, se ju në Gjermani jeni pak më freskët. Shumë e vërtet, dhe me të vërtet kalimi nga infekcionit e temperaturat janë të lidhura shumë afër me njëra tjetrën, se dim shumë mirë që pikërisht në këto temperatura të larta rritet edhe probabiliteti që infekcione qoftë nga varicela, lija e majmunit e të tjera me radhë të jenë edhe më të shtuara, pikërisht sepse dim që temperaturat e larta favorizojnë normalisht përhapjen qoftë të vireve dhe të bakterieve në mënyrë shumë herë më të shtuar, prandaj mos i nënvlerësojmë edhe gripin e verës, mund ta quajmë, që për shumë pacient kalon shumë shpesh në komplikacione, po për uljes së sistemit mbrojtës ndaj infekcioneve kemi edhe rreziqe të tjera ndaj temperaturave të larta, sidomos ato ku kalojnë mbi 35 gradë të ambientit, sepse fillon dhe barazohet temperatura e ajrit për rreth me trupin ton, duke bërë të pamundur që ne me anë të djersitjes të ulim temperaturën e trupit, sepse dim që djersitja nuk është vetëm për detoksikimin e trupit dhe heqjen e helmeve, por është dhe rregulluesi kryesor dhe ulës i temperaturës, dhe në momentin që ne djersitim dhe unë nuk ulet, atëherë trupi kalon në një stres shumë të madh. Pra temperaturat ekstreme, drimi nuk kupton. Po, do me thënë ju thoni që nëse ne qëndrojmë në një temperaturë që është sa ajo e trupit tonë, pra quajmë 37 e sipër, 37 mesata, po e zë temperaturën mesatare e trupit 37, ky moment mund të jetë rrezik për shëndetin. Definitivisht, sepse është e mirë studiuar se kush është temperatura optimale e trupit tonë dhe është 20 gradë. Pra në qoftë se ne qëndrojmë rreth 20 gradë mbi temperaturat që e kërkojnë organet tona të brendshme, e kërkon truri për të koncentruar, për të funksionuar mirë, automatikisht ne kemi të bëjmë me një stres të jashtëzakonshëm të organeve për të kryer detyrat e tyre, që do të thotë në një kohë shumë të shkurtër ne ndihemi të lodhur, ndihemi të dehidratuar, sepse edhe ndjenja e urisë dhe e etjes ulet. Pra ne trupi jonë si një makineri biologjike që kalon pastaj në stand-by modus, sugjerohet faktikisht që tjetër, ju keni fat që jeni në studio, por ata për shembull që punojnë në ndërtim dhe në blektori që janë gjithmonë të ekspozuar ndaj diellit, duhet evitojnë orarin në 12 të drekës deri në orën 5 mbasdite, ku dielli patjetër ka temperaturat e tij më të larta, duhet të pasur shumë kujdes drini tek lëngjet. Edhe sidomos të moshuarit nuk e kanë ndjenjën e etjes, sepse edhe truri e eliminon me vitet dëshirën tonë për të pirë lëngje, kështu që atyre duhet i këshilloj thjesht të mos të vënë një zile, siç e vën zilen për të zgjuar, për të pirë të paktën 3, si të kujtojnë 3 litra në ditë, dhe fëmijët janë gjithmonë kategoria më e pretur, sepse brenda minutave, sekondëve dhe mënyra që infektohen, edhe dehidrimin e kalojnë shumë shpejt. Një fëmijë që ishte duke lozur pas 5 minutash, nëse nuk ka pirë lëngje, atij i bie të fikt, kështu që ata duhet mbajtur gjithmonë në mbikëqyrje. Njëherë në sa minuta duhet pi ujë? Faktikisht në temperaturat e larta duhet ta vënë një zilën çdo gjysmore, duhet të pirë faktikisht një gjysmë litër ujë, dhe pastaj me një ritëm kuptohet, domethënë që në ditë të arrijë të paktën 3 litra sipas shpesës trupore. Ne flasim për çështje të politikës, të krimit, po duket që ndonjëherë çështjet e shëndetit mendoj që janë shumë të rëndësishme dhe që duan edhe ato hapësirën e tyre dhe që ti kushtosh vëmendje. Ndaj edhe ne shpeshherë përpiqemi që të jemi sensitiv ndaj tyre. Faleminderit Aurora Ndolenberg që ishit me ne. Ishte kënaqësi, shëndet, sidomos të mbarë në këto temperatura të larta ju uroj. Faleminderit, shëndeti është ajo që na duhet në fakt të gjithëve.